Imi me shpjegimin e hadithit të dytë prej haditheve të Imam Newawiut, 40 hadithe. Kemi arritur duke shpjegu hadithin e Gjibrilit, çka është Islami. Kemi folë në javën e kaluar. Kemi thonë që Islami është me dëshmu që nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut Azza wa Jall. Pastaj në këtë pjesën e tretë të hadithit shpjegimit do të flasim me lejen e Allahut Azza wa Jall për dëshminë e dytë të shahadetit wa anna Muhammeden Rasulullah, dhe se me të vërtet Muhammedi alayhi salatu wassalam është i dërguar i Allahut. Për dëshminë së dytë profetit sallallahu alaihi wasallam shahadetit, do të marrim do shpjegojmë vetëm për fjalën wa anna Muhammeden Rasulullah, dhe se me të vërtet pejgamberi është i dërguar i Allahut Azza wa Jall. Wa yulazar hadhihi ash-shahadatu qarinahu bish-shahadati lillahi bit-tauhid. Ky shahadet të cilën na e thojmë la ilaha illa Allah, apo ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammad Rasulullah, do të thonë dëshmojmë që nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut Azza wa Jall, pastaj dhe se Muhamedi alayhi salatu wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Kjo është qarinahu, është e afërsisë me shahadetin e cila i bëhet tauhidit Zotit. Me këta çka kuptojmë, me këtë fjalë çka kuptojmë, lan tanfa'u ahaduhuma illa bi iqtiranil ukhra biha. Nuk ka dobi shahadetin e nëse të thu ashhadu an la ilaha illa Allah. Nuk hen Islam, edhe pse te e thu kështu. Nuk hen Islam. Pa thon Muhammeden wa anna Muhammeden Rasulullah, atëherë hen në Islam. Atëherë çka është shahadeti? Kushdo që thot për popullit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam vetëm fjalën ashhadu an la ilaha illa Allah, nuk ka me në xhenet, përderisa thot Muhammeden Rasulullah, atëherë hen në xhenet. Popullit e mëhershëm, ata që kanë jetu, e kanë thonë këtë fjalë la ilaha illa Allah apo ashhadu an la ilaha illa Allah, ata hin në xhenet edhe pa e dëshmuar ndonjë, domethënë përfëtsi tyve se do të më adhuru Allahun Azza wa Jall. Mi po popullin e umetin e profetit sallallahu alaihi wasallam pa e dëshmu si Muhammeden Rasulullah nuk hin xhenet. Që shpjegoj këta? Në popullin e Musait, popullin e pejgamberëve të tjerë, çka kanë po të obligueshme? E kanë po të obligueshme me njoft për shembull Musait si profet. Me njoft, me ditë Musa Rasulullah, Kelamullah, kështu të mëra. Mi po në shahadet nuk e kanë po të dëshmi, vetëm me adhuru Allahun, me njoft Allahun, edhe me marrë wahin shpallën prej Musës. Ata që kanë qenë në kohën e mëhershmet, e kanë thonë këto, ata do të hinin inshallah në xhennet. Mi po në umetin e profetit, për më pranu dëshmia, shahadeti është patjetër me thonë ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammeden Rasulullah, edhe me shtjellë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Shahadeti, pjesa e dytë shahadeti, anna Muhammeden Rasulullah, i ka 5 gjëra. E gjitha këto 5 gjëra gjitha hinë në iman. As ki iman, as nuk pranohet shahadeti si i dërguari i Allahut që është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Patjetër më kanë 5 gjëra. E para është i'tiqad anna Muhammeden Rasulullah haqqan. Me pot besim brendësinë tane, bindjen shumë të mirë. Me pot besim që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i Allahut haqqan, me të vërtetë. Wa nabi sidq imanu bihi, edhe me i besu përfëtësisë ti, me di që me thonë Muhamedi në vërtet është i dërguari i Allahut, përfëtësia e ti në vërtet është prej Allahut Azza wa Jall. Imanu bihi, edhe me i besu me iman ati, me shtin iman të në thonë Muhamedi është i dërguari i Allahut, është e para. Gjëja dytë, i'tiqad annahu khatamul anbiya wal mursalin, me lan bindje, besim në zemër që profeti jon sallallahu alaihi wasallam është vula e të gjithë profetëve dhe të dërguarve. Është vula e fundit. Me këto çka kuptojmë? Fala nabiyya ba'dahu wala rasul.
Masa është vule e gjithë profetëve dhe të ishte në zemrën tonë dhe thu se që ky pejgamber është vule e gjithë profetëve, atëherë na dëshmoj me gjuhën tonë që nuk ka më profet mbas profetit. S'ka më. I fundit kush është? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, khatemul anbiya war rusul. Është vule e gjithëve dërguarve profetëve. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe nuk ka më pejgamber mbas tij. A do të shfaqen pejgamber pas tij? Po, kanë i thonë vetit si profet. Mbas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka qenë njani ka pjesë e Riyadit. Kur ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, u quajë Abu Bekri, sot ka vdek pejgamberi, nesër u quajë ka shku në luftë. Edhe u kon luftë ashpër. 700 hafiza kanë vdek çat luftën. 700 hafiza, sahabi që kanë ditë Kur'anin këtë përmendsh. Ai ka thonë vetit kush? Profet. E kanë myç ato që kanë thonë vetit profet. Ka thonë unë jam i dërguar i Zotit. Do të shfaqen profetët. A do të mi besu? Jo, këtë janë dejalla, këtë janë shejtana. Profeti jon, khatemul anbiya, është vule e gjithë profetësisë. I fundit s'ka më profet mbas pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. E treta, jemi të një 5 gjëra që do të më konë patjetër, domethënë me pat besim e që neve na jep me e kuptu shahadetin. Ku thu ashhadu anna Muhammeden Rasulullah, ata e di mirë këtë qëta do të më kanë që ti do të mi besu. E treta, i'tiqad anna risalatu amme lil insi wal gjinni kafe. Me shtin besim tanin, në zemrën tanë, që mesazhi i ti nuk është mesazh i veçum veç për veten e vet. Jo, mesazhi i ti është për krejt krijesat, për gjinëve dhe për njerëzve. Kafe, e mjaftueshëm për ta. I përfshin gjithë. Nuk ka sikur profetët tjerë që i ka zbrit wahi veç për vete, apo i ka zbrit wahi veç për një person me ja tregu me atë xhritën atij. Jo. Mesazhi i tij është për gjithë krijesat. Çdo fjalë që ka thënë ai është mesazh për Zotit. E që ky fjalë që ka thënë që është mesazh për Allahut, wah, shpallje e rrog për këtë e xhenet dhe njerëzit. Dhe është e mjaftueshme për ta. Për ne. Fal-wajib 'ala al-jami'ihim al-istijaba laha. Që ky mesazh i cili pejgamberi ka thënë, obligimi mbi neve është më ju përgjigj. Çdo hadith që ndëgjojmë, çdo ajet që ndëgjojmë, edhe në kohën e tij, çdo fjalë që ka thënë ai, do të njerëzit patjetër më ju përgjigj. Kujna mesazhit e Allahut azza wa jall. E katërta, tasdiquhu fi jami'i ma akhbara bihi. Mi besu gjitha fjalët e tij që ai na thot. Një fjalë me muhu për i profetit sallallahu alaihi wasallam. Mos mi besu. A është tasdik? A është besim? Jo, nuk pranohet shahadeti. Sot kur folim për xhenetin dhe për xhenamin, a e kanë teja? Po më po thënë pejgamberi më ka thonë mu. Da më thonë kemi hadithe. Pejgamberi, pse ti e kanë atija? Moment që ti e thu qitë fjallë, a e kanë të atija? Unë i thënë pejgamberi, Allah a i s'besan. A ju pranohet shahadeti? Si ju pranohet. Tasdikahu. Mi besu çdo lajm që na ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çu për ghaibin, çu për shenjat e kiametit, çu për xhenetin, çu për xhenamin, çdo çu fjalë që ka nga ana e profetit, na duhet mi besu. E pesta, itba'ihi alayhi salatu wassalam. Me pasu pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam. Kjo e dëshmon domethën kun e dëshmon shahadetin. Subhanallah. Mirë, na jemi këtë musliman. Që është me thonë, po shtebe Allah mjekrën se mjekra është e mirë. Ja, nëse du pejgamberin. A ju pranohet që ti shahadeti? 5 gjëra hinë në shahadet. E fundit, itba'ihi sallallahu alaihi wasallam. Me pasu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. S'ki mjekër, e refuzon një sunet profetit, apo diçka, a dëshmohet dëshmia e tij, është e rrezikshme. Kush i ka 5 gjëra, ju përmbat ty 5 gjëra, ju pranohet dëshmia e tij. Që shka më thonë, anna Muhammeden Rasulullah.
Krejt këto sene, subhanallah. Allah na bëf për tëve, ja Rabbil Alamin. Më pas ai vëllezër, për dëshminë e shahadetit, apo për profetësinë e profetit ton sallallahu alaihi wasallam, hyn edhe kjo. Allahu subhanahu bi hikmetihi wa rahmetihi arsala ar-rusula mubashirin wa mundhirin. Allah azza wa jall me urtësinë e tij, me rahmetin e tij, e ka dërgu çdo profet mubashirine, me i përgëzu njerëzit, me aletu njerëzit jetën e tëre, wa mundhirine, dhe me atërheq vretin e tëre. Çka kuptojmë? Kur thute ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammeden Rasulullah, që ka fjalë kam i urtësia e Allahut, rahmeti i Zotit, të përgëzon Allahu azza wa jall, edhe të jap tërheqje vrejtë. Pikujna i ka bu pi gjuhës profetit sallallahu alaihi wasallam. E kur ndëgjon hadithin, a keni ndëgjuar ato thon për xhallah hadith kërcënues, është edhe jetët edhe hadithet. Wa'd wal wa'id i thoj. In kur janë nem, qëtim me bu punë të mira edhe të kërcënan. Edhe hadithet janë gjejshme me ta. Ka hadithe që qëtim me bu punë të mira, ka hadithe që tut mubashirin e mundhirin. E në qofë se na i panu me hadithet e përgëzimit, ja, na po dojmë në hadithet përgëzimit, e i loj me hadithet e i dhërimit, a pranohet dëshmia? Jo, kujdes, qysh e marrë me gëzimit, du të me marrë edhe i dhërimin, edhe ato që ka orë, da më thonë si rrezikshmëri që pejgamberi po na tregon. Pastaj ju vëllezër, wa dhalika li anna hajata an-nas ila al-iman billah a'zama 'ala al-itlaq. Sandi më kryesor, nevoja më kryesore për njerëzit për me i besu Allah të azza wa jall, kështë sandi a'zam 'ala al-itlaq. Sandi më i parë, do të thonë është mi besu Allah azza. Këtë kemi nevojë mi besu Allah të azza wa jall. Dhe kjo është do të thonë për mbyllse. Nuk ka iman pa i besu Allah të azza wa jall. Po pastaj kur na i besojmë me Allah të azza wa jall, që të besim që kemi në Allah azza wa jall, Allahu ka zgjedh prej trupave ton, prej krijesave ton, njerëz dërguar i ka zgjedh. Kish mujt Allah me dërgu çka melek. Po çka kish më thon, e këtë ke zgjedh melek. Pse ke zgjedh për neve? Kish mujt me zgjedh Allah në krijesë tjetër. Po Allah prej vetes ton, prej gjakut ton e ka zgjedh. Kur i beson Allah që ç'dot, ki me besu edhe kon natyrshmërinë e njeriu. Ki me vrej, ki me thonë, kjo është natyrshmëria e njeriu që njeri i beson Allahut azza wa jall dhe i beson ato që Zoti e ka zgjedh prej krijesave. Istafa. Allah i ngrit krijesat. E ka ngrit Ibrahimin, e ka ngrit Ademin, e ka ngrit Nuhin, e ka ngrit Musajin, e ka ngrit Isain alayhis salam, e ka ngrit pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Kjo zgjedhje prej Allahut azza wa jall. Dunjaja mel'una wa nufusa mudhlima illa ma ishraqat alayhi an-nubuwwa. Subhanallah. Kam të folë për imanin. Imanin në besim në Allah t'jep ringjallje natyrshmërisë tane, me njoft vetën kush je, me njoft Allah dhe mesazhin e Zotit, dhe ato që ka zgjedhur Allah azza wa jall. Pastaj, dynjaja është e mallkuar, nufus, trupat ton, shpirtat ton, mudhlime, janë errësirë. Illa ma ishraqat alayhi an-nubuwwa. A dikush i ka ndërçu zemrat ton, e ka ndërçu dynjan, nubuwwa, profetësit. Çdo profet që ka ardhur e ka ndërçu dynjan. E keni ndëgju për xhallarëve. Kur ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, aja plaka pse ka kajt. Kuj ka shku menje, plak. Ka thonë prej qetashit, ma nuk ka bereqet, ma. S'ka më nubuwes, s'vet ma Gjibrili. Kur s'vet vahi ka bereqet, ka vdik pejgamberi, s'ka më bereqet, ka thonë. E ka kuptu ndriqimin hynor prej Zotit. I ka thonë edhe tokës ndriqim. Kush? Profecia, profetet dhe profeti jonë sallallahu alaihi wasallam.
Inna ni'mat Allahi alejna bi ba'thati Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'zami ni'am. Për nimeteve që Zoti na ka begatu neve, është me dërgimin, zgjedhjen e përfaqësisë tonë, pejgamberit tonë që Zoti e ka zgjedhur pejgamberin si pejgamber. Dhe kjo është nimeti më i madh. Paramendoj të shkon popull i cilës kish pat profet. A i shkon beneve nimet i Allah? Jo. Paramendoj të shkon mi besu edhe pse ka vdek për shembull profetet para ti, mi besu ati profetit, ndërsa ky ummet me met pa profet. Subhanallah. Me met në shariatin e profetit tjetër. Mirë po për nimeteve madhështore që Zoti na ka begatu, e ka zgjedh mesin e trupave tonë, krijesave tonë, ummetit fundit, një që është profet. Kjo është nimet i Allahut për neve. Pastaj u vëllezër, Allah zë tregon në Kur'an thot: "Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim." Allah thot, vetëm se Zoti ju ka begatu, o ju besimtar, prej besimtarëve Zoti ju ka begatu. Thot kur mesin e ju Zoti ka zgjedh të dërguar prej vetës ju, prej gjakit ju. Yetlu alehim ayatihi. Që ky pejgamber ju a lexon argumentet e Zotit, fjalët e Allahut, o ju zekihim, ju shan, ju ashton imanin e juve. Pejgamberi, mesin ton do të më qenë si lloj dëshmie shahadeti. Pejgamberi mesin ton do të më qenë që na shton imanin, ku ta përmend Muhammed Rasulullah, zemra më të lulzu, me ta shtu imanin. O ju zekihim, Allah po thot, a ja shton juve imanin, ja shton imanin. O ju allimuhumul kitaba wal hikma, a i dërgumi Zotit ja mëson juve fjalën e Allahut dhe sunetin e tij që është subhanallah. Wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin. Dhe ju keni qenë të devijuar, keni qenë në errësirë. Dalal, humbje keni qenë. Që kjo është nimet i Allahut. Këtë kemi qenë humbje. Dëshmia, shahadeti që na e thujmi është ndriçim për neve, është gjithçka për neve, është iman për neve. Subhanallah. Gjëja tjetër ju vëllezër, tamizu bejnë nebiu sadik wal kadhib. Që për fillimi kemë të folë për shka për dëshmin e përfëtsijës profetëve tjerë dhe profetit tonë sallallahu alaihi wasallam. Dhe jemi të folë ala për shahadetin. Më rand e cejka dhe kja, me dalu profetin i cili është i vërtet dhe i cili është gënjeshtër. Njeriu mundet me dalu prej natyrshmërisë njeriu. Njeri për njerit për natyrshmërisë e dallan. Këta e ka zbulu edhe kush? Edhe shkenca. Kur njeri por rejke, ishin du isharete në ftyrë, që kur aj flet, gënjen. E pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam, se që ka fol, kur nuk ka gënyu. Gjithmonë vërtetën e ka thonë. Edhe para se më bo profet, çka i kanë thonë? I besueshëm. Kur nuk ka rrej. Kur gjuna nuk ka bo, gjuna të mëra nuk ka bo. Kur njeri s'ka myt. E kështu të mëra. E katërta ju vëllezër, për dëshminë e shahadetit Allah ju të fol. E nebi kana muajjidan bil bayyinatil hidayat. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte që ka ardhur ai mesin ton, mesin e ummetit e tij, me plot argumente dhe udhëzime. E këtu e hin gjithçka. Pejgamberi që Zoti ka dërguar, ka zgjedh mesin ton, ka qenë përplot me argumente dhe udhëzime. Njerëzit e kanë pa edhe hiç pa folaj, veç e kanë pa, ka unë që ky njeri është i drejt. Ka i njeri prej moshrekve, edhe ka shiku mixhrisin e ti. Qështu të ka shiku? Për minere ka vrejt. Ka thonë, qaja është që pithat vetit profet. Ka thonë, po. Ka thonë, po që dite? Ka thonë se zakonisht kër njeri da me ngrit vetën e vetë,
ullet me disdisit. Unë jam pejgamber, do të më ul me disdisit. Ata adin kur e kam pa, që shtojnë të na s'ket derës, modest. Ka orë Jahudia, veç fjallët ja kanë ngu, çka po thatë? Ka thonë që ky njeri nuk rrem kur. Ky është në vërtet është i dërguar i Zotit. Subhanallah. Me plot argumente dhe me plot udhëzime. Ka sahabi, vetëm ftyrën e tij që ka pa. Nuk ka mujt me nejt. Desën shpi ka shku, oj dërguar i Allahut, s'po moj pa ty ka thonë. Pa ty s'po unë ka shku mendja ka thonë, ku të vdes one, ku ka më kanë one? Ti në xhenetet e larta. E one ka zbrit për minara jeti kuranor. Ulaike alladhina an'ama Allahu alehim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin. Të tilla që Zoti kam i begatuar në xhenet, kam qenë zbashku prej profetëve, për njerëz sinqertëve, shuhada, dëshmitar, do të thonë që bin shahid, i ka përgëzuar me këtë ajet, me kon e dan ki mu kanë xhenet inshallah. Allah na bëj për të që na dojmë pejgamberin ton dhe mu kanë me ton xhenet ya rabbil alamin. Për argumentet e tij janë mugjizat e tij. Gjithashtu prej argumenteve të tij është edhe profecia e tij. Prej profecisë të tij, mugjizat të tij, i tham kështu, ka ndodhur një rast. Ka një person tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thonë me të besuën e ty bëje në mrekulli. Punë e madhe. Çdo profet ka lidhje me Allahin. Patjetër do të më pat në mrekulli që truni njeri s'ta ka. Pejgamberi pe këshyr. Dhe thot, a peshen qatë pëmën qatë je? Pëmë e madhe, e mirë. Thot po. Pejgamberi ka thonë, oj pëmë, hajde të one. Pëma pirrajës. Ka hec pëma. Deri tek pejgamberi. Edhe ka thonë, ktheu vendin tonë, edhe u kthy. Mugjizë, profeti i Allahit. Subhanallah. Si kam besu, ka thonë, bana i sen, mushrikët, ka me qa hanën. Hanë është e qane, është qa hana, për gjys, dangë, për gjys u qa. Jënë që di, ka thonë, kjo është magji, ka thonë. është arë, ka thonë, i karavan, prej Shamit të ane, në qofë se dhe ata e kam pa, të besojmi, ku ka arë karavani, ka thonë, e kemi pa hanën e qanë, ka ndodhë dishka që të qëdiqme, edhe u bashkua për të hana. Dhe shkëta në thonë kja subhanallah, mugjize, mrekullit të forta, e prej mrekullive që e kemi na, është fjale Allah të azogje. La ilaha illallah. Pastaj e vëllezër, pse dëshmia, shahadeti, rusulen, mubeshirine, vë mundhirine, li alla yakuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul. Subhanallah. Pejgamber që të përgëzon, që të jep tërheqje, ta tërheq vërejtën, li alla yakuna linnasi ala Allah hujja. Mos me dolti para Allahut me thonë o Zot, na kemi pat nevojë për njerëz të udhëzuar, na kemi pat nevojë për njerëz që ti i zgjidh si profet, ti s'na ke dërguar profet. Allah ka zgjedh mesin ton profet. Që ku e keni Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Musa ka ditë gjykimit me dalë me thonë, ja, kush është pejgamberi jot? Se di më varë me thonë, se di, ja, ka kallëzu Zoti, ka përgëzu Zoti, me thuj para Allahut, jasë në ki dërgu, ka zgjedh Zoti, ta ka dhonë shahadetin, edhe me adhuru Allahun, edhe me pasu, edhe me mësu për pejgamberin tonë, sallallahu alaihi wasallam. Dëshmia më e madhe që na e thojmi, është edhe dëshmia e Allah të azajgjel. Shka thëtë Allah? Muhammedur Rasulullah. Muhammedi është i dërgumi Allah. Ku da me qu tjetër? Me qëta jetë për mbyllën këtë ligjeratat tona që i kemi që folmi për përfëtësine për pejgamberit tonë. Mbi 7 çej Allah po fol. Thot pejgamberi është i dërgumi Allah. E del njëri si besan pejgamberit, e del njëri nuk e merr sunetin e profetit, apo i lën fjalët e profetit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është e rrezikshme. Me këto sende nuk pranohet dëshmia. Pastaj e vëllezër, argumentet e profetit ton sallallahu alaihi wasallam. Argumentet është e profetit ton. Për tham këto argumentet për përfëtësien e profetit ton sallallahu alaihi wasallam. E para është që kanë nditur ulemat, ka thonë këshire
jetën e profetit sallallahu alaihi wasallam para se më bu pejgamber. Që në jetën e profetit para se më zgjedhej pejgamber. A ka rrejt? Jo. A ka tradhtu? Jo. A ka bo zina? Jo. A ka vjedh? Jo. A ka bo me katët noja? Jo. A ka pi alkohol? Jo. Asë një çështje të keqe nuk e ka bo. Mesin e njerëzve shka u kanë? El Amin, i besueshëm. I besueshëm. E dyta, argumenti i dytë. Ba'da nubuwwe. Pas që u zgjedh profet. Fjalët njerëzit i kanë dëgju. Ka thonë e veç pak. Ky nuk din shkrim edhe lexim. Ka pi mërmër ky këta fjalë. Kur ka fol pejgamberi, logjikat e njerëzve, mushrikëve, ju në çudit, ka thonë këta fjalë nuk janë këtina. Gjuha e tij si nuk i thot këta fjalë. Kuptohet argumentet qarta për përforcien që u zgjedh pejgamberi i Allahut Azza wa Jall. Argumenti tjetër. Pejgamberi jon e ka ditë pshefcin, ghaibin. Çka do ndodh që tash dhe çka do ndodh tarme. Kjo është një argument që pejgamberi jon është zgjedh pejgamber dhe do të mi besu. Argument për përforcien e tij. E ka ditë pshefcin. E kemi argumente për shembull ato që kanë ndodhur. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë sahabëve. Nëse ka po është ajet koranor, po është ajet koranor, kini me hin qabe, Mesjidul Haram, kini me hi, aminine, sigurun, kini me fitu. A din ku ka ndodhur? Mbas 10 viteve, qysh ka thonë pejgamberi ka ndodhur çashtë? Ka ni pa luftë, pa kur gjë, me siguri, me krejtë kanë marrë. Me paqe ka ni. Subhanallah. Kja ka ndodhur. Aja cila, da nëso kon gjallë, ka ndodhur. Aja cila ka ndodhur mbas vdekjes pejgamberit, edhe pse pejgamberi ka fol. I ka thonë Omerit edhe Uthmanit, kanë më ju myt juve. Edhe çashtu ka ndodhur. E ka ditë Omeri, kanë më myt mu. Edhe Uthmani e ka ditë, ka thonë se pejgamberi ka thonë, ka më myt mu. I ka ditë fshehësit, Allah i ka tregu. Gjithashtu është hadithi, nëse ka po fshan Tirmidhi, pejgamberi ka thonë, on ka me vdek pi helmit. Edhe fund, to dhon shpyr ka thonë që ta shpini dhim të helmit. Ku e ka ditë pejgamberi alo pa pi helmin? Allah i ka tregu. Ka më arë, plaka, jahudika, ka me të qitë helm, ki me hangër helmin te. Prandaj, subhanallah. Këta është një argument i fortë për përfëtsin e pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam. E katërta, shikoj Davidin e tij. Si pejgamberi i Allahut që ka bu Davidin, a mos ka thirr mu bu mbret? A mos ka thirr me jetu në dynja me tana të mirat, me gjitha të mirat? Jo. Ka jetu pejgamberi tonë sallallahu alaihi wasallam në këtë botë i thjesht. Është ushqy çka ka gjetë në shtëpi? Ka i në shtëpi, ka thonë Aisha, ka më hangër në sen? Ka thonë jo. Ka gjeru. Herën tjetër ka i ka thonë, a ka në sen me hangër? Ka thonë po. Ani, sëllma, kërja ka sill hurme. Kja argumentohet pejgamberlloki i tij, zgjedhja e tij. Nuk e ka dish dynjan, që me thonë njerëzve, farë pejgamberi me këtë, qërë kjo po lip gra, po lip pasoni, po lip këta. Erdhën mushrikët. E nalën migjen e pejgamberit. I thanë në kështot, thuj, një pitan, kështot pitan, ose gjysh, një pitan, që letan dal Davidin e ti, apo dan gramat mira, kena me adhan. Gjithë shka i kanë afru, gjithë shka, adi që kanë thonë pejgamberi, sukon një kra me ma qitë djelin, dhe një kra tjetër me ma qitë hanën, kur s'ka me nalë mesazhin e Allahit. E kam pa dhe nësoj qëndrushëm është në ku në pejgamberllokën e tij. Pastaj kanë shkuar edhe anën tjetër te migja i profetit. Ka thonë hajde pendrojmi, po ta japmi një djalë trim prej më të mirë, prej më të fortit, ti neve jap në pejgamberin që ta myshmi më lehtë. Po ndrojmi. Se kanë dhënë. Ja, e ka ditë edhe familjarët i çfarë djali kanë.
çfarë zgjedhe Zoti, edhe pse si kanë besu. Sot kush nuk beson? Sot familja nuk beson. Kur fol ti nuk beson. Sot populli jot nuk të beson dhe nuk përkran. Edhe nuk është me ty, edhe nuk t'jep selam, edhe këta, edhe ata, edhe krejt. Sot i joti ta ban, edhe pejgamberi shok ka hik. Subhanallah. Pastaj gjëja tjetër o vëllezër. Kur ka vdek pejgamberi, veç dëgjanë me mendje çta, subhanallah. Kur ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a mos ka lënë pasuri? Nuk ka lënë pasuri. Trashëgimin që ka lënë është wahi, shpallja. Që çka ka thonë Allah, ka thonë ai. Kanë zbrit ajetet, hadithet e tij janë shpallje për Zotin. E dini o vëllezër, para se me vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka shku tek një person dhe i ka thonë kështu: nuk kam në shtëpi çka me hangër, po ta jap atë pazmorën e luftës, bërëm diçka me hangër. Për qatë pazmore, a e din sa mill ka marrë? 30 sahana mill i ka marrë. Nuk ka shku shumë, pak dit, ka vdek pejgamberi. Parandoj vëllazni, çfarë pejgamberi sallallahu kemi pat na. Para se me vdek, buk s'ka pat me hangër. E ka dhënë pazmorën e tij për 30 sahana mill. Ndërsa sa na kur e shtrojmë në sofrën tonë, me lloj mishi. Kjo është dëshmi e plot për pejgamberllokën e tij. Sigur kish desh ai, kish marrë gjithçka prej dynjas. Po se ka interesu dynjaja, i ka interesu mesazhi i Zotit. Thoni la ilaha illallah, kini me shpëtu, e ka kry mesazhin e Allahut azza wa jall. Pastaj vëllezër, pejgamberllokë i tij, sa herë që u monu Davidin e tij, a mos ka po dobi familja e tij? Tregam vojza pe Ahmed me s'ka jetu në dokat? Tregam familja e tij me s'kan jetu? Aisha tregan, thot, 3 muaj ka shku në shtëpinë tonë zjarr nuk u dhez. 3 muaj dit. Në shtëpinë tonë zjarr nuk u dhez me bona i gjellë në isen. Se kur mës t'i shkon profet i rend, i kish mashtru njerëz dhe kish bu pasuri. Po jo. Profet i zgjedhën nga ana e Allahut azza wa jall. Pastaj vëllezër, argumenti tjetër për profecinë e tij, kur si ka desh lavdatat, kur hiç si ka desh lavdatat. Kur ka ardhur njëri dhe i ka thonë, mës t'i shkon Zoti edhe ti, u kuq pejgamberi, u bë nervoz. Ka thonë ti apo da më mbu si Zoti ja? Jo, ka thonë, mës t'i shkon Allah, pastaj ti, ka thonë, mos më thuj dhe ti, se fjala dhe është lidhse, e ban të barabart. Pastaj është diçka tjetër. Ja ka tërheq njerëzve vretën. Ka thonë mos më ngretni mu që që keni ngrit birin e Mërjemit. Thoni, jam rob i Allahut i dërguar i Zotit. Shiko për argument çta fjalë. Shiko në shumë sure. Qysh Allah azza xal po e çon profetin e tij. Abd. Subhanalladhi asra bi abdihi. Abd pe çon Allah. Shumë sure ka që Allah e ka thujt profetin e tij abd. Rob. Se ka desh lavdatën. Argument tjetër për pejgamberllokën e tij, profecinë e tij, nuk ka pat nevojë për rojtar, dhe ka në hadith, ju ka thonë s'keni nevojë më mbrojt mu. Për shkak të i thotë vetë profet, do të më pat njerëz se të vinë sulmojnë. Ha? Ka thonë ju keni nevojë më mbrojt mu. Ka thonë kush mbron mu, është ajet kuranor. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah mbron ty. Ka thonë mu Zoti më mbron, ik largon. Kjo është një dëshmi e fortë për pejgamberllokën e tij. Pastaj argumenti tjetër për pejgamberllokën e tij i vëllezër është se herë që ka fol, a mos ka thonë këta janë fjalët e mia, kur hiç. Se herë që ka fol ka thonë kjo është wahi, shpallje që më vjen prej Zotit. Veç një herë, edhe pse moshrikët ka tëmtu shumë herë me thonë ka pu fol ti,
E ai veç një herë të kish thonë, po foli për fjalët e mia, i kish humb pejgamberllok i tij. Po gjithmonë ka thonë, kjo është wahyi, shpallje prej Allahut azza wa jall. Kur su kanë më thonë, un po tham, ka thonë Allahu po më tha, un ka zgjedh, Allahu po tha të kështu. Pastaj argumenti tjetër për pejgamberllokun e tij është edhe kjo. Kto e thanë në fakt që sa që ka thirr, kur nuk ka thonë, nuk e ka ngrit veten e vet, po gjithmonë i ka thonë jam rob dhe i dërguar i Zotit. Argumenti tjetër ju vëllezër që ka shumë ishte interesant. Argumenti tjetër për pejgamberllokun e tij është edhe kjo. Sa për ju e muni me ditë, sa herë Allah e ka përmend pejgamberin në Kur'an? Kush mundet me ditë? Sa herë pejgamberin tonë e ka përmend në Kur'an? 4 herë. 4 herë e ka përmend, ma shumë jo. A dini sa herë e ka përmend Allah në Kur'an Musajin? Aso nëse di po pesha këtu. 136 herë Musajin e ka përmend. Ti shkon pejgamber i rrejshëm, a disa herë ish përmend ai. Po kja të regohet që kon pejgamber i vërtet. 136 herë u përmend Musaji, ai veç 4 herë u përmend ma shumë jo. Ai s'ka thi për veten e vet, ka thi për tek Allah me kry mesazhin e tij. Subhanallah. Pastaj ju vëllezër e fundit me këta e përfundojmë për dëshminë e shahadetit, për fëtsinë e tij është edhe kjo. Donjëherë shpallja atij është vanu. Sikur t'i shkon pejgamber i rrem, po të tregoj rastin për me kuptu. Kanë shpik për qikën e tij, kanë shpik për gruën e tij, për Aishën. Sot me bu me shpik në kush për gruën tonë, në shpej himi mëre, ti po full për gruën temë për shpikja, apo, këtë dynjaja kanë morë vesh për gruën e pejgamberit, një muj dit e ma shumë ka bo dorin. Kër i kanë thonë jazë, a i burë më dhe falë, ka thonë, jo, së muj me folë, pa folë Zotë, ku të folë Zotën e folë. Që kjo është argument i plot. Se nuk ka folë, por deri sa kanë zbrit wahi, shpallja, pastaj ka gjyku. Mas një mujës disa ka zbrit ajetet e kujna pastërtinë e Aishës, që nuk ka bë punë të fleshta, mirë po monafekët kanë bë punë të fleshtë. Kanë shpik monafekët. Këtu kanë dy aspekte. Profeti me kun ka pat zullumi më të madh. Kun ta menja me monafekët. Qore edhe Allah azza xal kish mujt për minë me azbrit, dang, o i dërgumi Zotit, rrenosh, ata po thojnë kështot, edhe Allah azza xal për monafekëve u ujtë shumë. Një mujt ditë e zi sa ka vanu, e ka këqyë zemrat e tëve, shka po thuj, shka po bujt, e po bujt, fond ka thonë rrujë se monafekë janë ata këta e kanë bujt kështot. Subhanallah. Këta janë dhe i vlezër ligjarat vetëm për fjallën, ka dhe ma shumë, për na i kemi shkërtu, Anna Muhammeden Rasulullah, dëshmija e pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam. E lusme Allah në zëgjel që këto fjallë që i thanëm të bojnë dobi në vetën tonë dhe sa herë që ta thojmë shahadetin, të kujtojmë këto sende se shpan madhështie ka shahadeti. Allah na bëftë të vjarë,